Horoskopi për muajin, janar 2026. Dashi. Ndërsa janari 2026 zhvillohet, do të gjeni shpirtin tuaj pionier të ringjallur nga rreshtimet të fuqishme kozmike. Fillimi i vitit ju fton të përqafoni sfida të reja në jetën tuaj profesionale, me mundësi për rritje që paraqiten në mënyra të papritura. Rreth mesit të muajit, Venusi përmirëson ndërveprimet tuaja shoqërore, duke sjellë një val ngrohtësie dhe sharm në lidhjet tuaja. Kjo është një kohë ideale për të kultivuar si miqësi, ashtu edhe marrëdhënie romantike. Sidoqoftë, keni kujdes për energjinë dinamike të Marsit, e cila mund t'ju bëjë më impulsiv se zakonisht. Kanalizoni këtë energji në ndjekje krijuese ose aktivitete fizike për të ruajtur ekuilibrin. Financiarisht, është një kohë e shkëlqyer për të rivlerësuar buxhetin tuaj dhe për të gjetur mënyra të reja për të kursyer ose investuar. Ndërsa muaji përparon, përqendrohuni në qëllimet personale. Vendosni objektiva realiste për vitin që vjen. Energjia e hënës së plot do të ndihmojë në zbulimin e dëshirave në ndërgjegjshme, duke ofruar qartësi dhe drejtim. Përqafojini këto zbulesa për ta drejtuar vitin tuaj në një drejtim të përmbushur. Demi. Janari 2026 premton një periudhë rritjeje dhe ripërtëritje introspektive. Këtë muaj, planetët ju inkurajojnë të zhyteni në botën tuaj të brendshme dhe të zbuloni pikat e forta të fshehura. Viti i ri ju mirëpret me mundësi për të transformuar hapësirën tuaj personale, duke nxitur një mjedis paqeje dhe kreativiteti. Profesionalisht, përparimet të rëndësishme janë të mundshme nëse qëndroni të hapur për të përshtatur strategjitë tuaja. Rreth mesit të muajit, ndikimi i Mërkurit mbështet komunikimet e frytshme, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të krijuar rrjete dhe për të bashkëpunuar. Marrëdhëniet romantike mund të thellohen ndërsa lidhjet emocionale bëhen më të thella dhe kuptimplote. Nëse jeni beqar, mund të tërhiqni dikë që ndan vlerat dhe vizionin tuaj për të ardhmen. Financiarisht, vazhdoni me kujdes. Kërkoni këshilla nga ekspertët përpara se të ndërmerrni investime të konsiderueshme. Deri në fund të muajit, energjia e butë e Venusit ju fton të kënaqeni me rutinat e kujdesit për veten. Përqafojeni këtë kohë për të rimbushur dhe për të përshtatur energjinë tuaj me qëllimet tuaja për vitin që vjen. Mos harroni, durimi dhe këmbëngulja janë asetet tuaja më të mira këtë muaj. Binjakët. Janari 2026 përgatit terrenin për ndërveprime dinamike dhe stimulim intelektual. Ndërsa viti fillon, përgatituni për një vorbull angazhimesh shoqërore dhe mundësish për rjetëzim. Aftësitë tuaja të komunikimit janë në kulmin e tyre, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për të angazhuar në debate ose diskutime që zgjerojnë horizontet tuaja. Ndikimi i Mërkurit siguron qartësi mendimi, duke ju ndihmuar në marrjen e vendimeve të rëndësishme në lidhje me karrierën dhe jetën personale. Në mes të muajit mund të hasni situata që testojnë përshtatshmërinë tuaj. Përqafojini këto sfida si mundësi për rritje. Në frontin romantik, yjet favorizojnë akte aventureske dhe spontane që mund të ringjallin shkëndije me partnerin tuaj. Për binjakët beqar, një takim i rastësishëm mund të lulëzojë në diçka më kuptimplote. Financiarisht, mbani një sy te shpenzimet. Blerjet e vogla mund të grumbullohen me kalimin e kohës. Drejt fundit të muajit, energjia e hënës së plot inkurajon vetanalizën, duke ofruar njohuri për të ndihmuar në rafinimin e qëllimeve tuaja për vitin e ardhshëm. Ndiqni ekuilibrin në çdo përpjekje. Gaforria. Ndërsa agon janari 2026, natyra juaj intuitive ju udhëzon përmes një muaji të pasur me njohuri emocionale dhe mundësi rritjeje. Konfigurimi qiellor ju inkurajon të përballeni me ndjenja të pazgjidhura, duke nxitur shërimin dhe transformimin brenda vetes. Në karrierën tuaj, mund të gjeni veten të tërhequr nga projekte që përputhen me vlerat tuaja, duke ofruar një ndjenjë qëllimi dhe përmbushjeje. Rreth mesit të muajit, Venusi hijeshon shenjën tuaj, duke rritur sharmin tuaj dhe duke e bërë atë një kohë ideale për ndjekje romantike. Nëse jeni në një lidhje, mund të përjetoni një ndjenjë të ri për të rirë lidhjeje dhe pasioni me partnerin tuaj. Financiarisht, është një periudhë e mirë për të rivlerësuar zakonet tuaja të shpenzimeve dhe për të planifikuar sigurinë në të ardhmen. Ndikimi i Marsit mund t'ju tundojë të merrni vendime impulsive. Praktikoni përmbajtje dhe mendim të qëllimshëm. Deri në fund të muajit, cikli i ri hënor ofron një plan të pastër dhe një shans për të vendosur qëllime për muajt në vijim. Besoni në instinktet tuaja dhe ndiqni zemrën tuaj ndërsa lundroni në këto rryma kozmike. Luani. Janari 2026 shkëlqen me energji të gjallë dhe mundësi për vetëshprehje. Viti i ri ju frymëzon të merrni drejtimin në jetën tuaj personale dhe profesionale.
Marsi ofron një nxitje të vetbesimit, duke ju nxitur të ndiqni ëndrat tuaja me guxim dhe vendosmëri. Megjithatë, sigurohuni që të mos e mbingarkoni veten duke marrë përsipër shumë angazhime në të njëjtën kohë. Rreth mesit të muajit, ndikimi i Mërkurit rrit komunikimin, duke ofruar qartësi dhe mirëkuptim në ndërveprimet tuaja. Kjo është një kohë e shkëlqyer për negociata ose bashkëpunime që kërkojnë kreativitet. Në marrëdhënie, nxisni dialogje të hapura për të forcuar lidhjet. Luanë beqar mund të tërheqin partner potencial përmes bisedave të gjalla dhe dinamike. Financat duken të favorshme, veçanërisht me planifikim të kujdesshëm dhe ndërmarrje strategjike të rreziqeve. Ndërsa muaji përparon, energjia e hënës së plotëve në qendër të vëmendjes arritje dhe qëllimet afatgjata, duke ju ftuar të festoni fitore dhe të rivlerësoni rrugën tuaj përpara. Rreshtimi qiellor ju inkurajon të jeni të guximshëm dhe të patrembur, por të qëndroni të qëndrueshëm dhe të vetëdijshëm në qasjen tuaj. Virgjëresha. Janari 2026 sjell një mundësi për reflektim dhe planifikim të kujdesshëm ndërsa fillon viti. Ju inkurajoheni të rivlerësoni rutinat tuaja dhe të merrni në konsiderat se si mund të rrisni efikasitetin në jetën tuaj të përditshme. Rreshtimi i Mërkurit favorizon komunikimin e menduar mirë, duke e bërë këtë një kohë ideale për të trajtuar diskutime ose negociata që kërkojnë saktësi. Në karrierën tuaj, vëmendja ndaj detajeve do të jetë parsorë dhe aftësitë tuaja analitike do t'ju ndihmojnë të përballoni kompleksitetet me lehtësi. Venusi përmirëson marrëdhëniet tuaja personale, duke inkurajuar ngrohtësinë dhe harmoninë në ndërveprime. Nëse jeni beqar, mund të zbuloni partner potencial që rezonojnë me ndjekjet tuaja intelektuale. Financiarisht, yjet nxjerrin në parë rëndësinë e buxhetimit dhe kursimit për investimet e ardhshme. Shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në ndërtimin e një themeli të sigurt. Ndërsa muaji përparon, hëna e plot ndriçon potencialet e fshehura, duke nxitur njohuri më të thella në udhëtimin tuaj të rritjes personale. Shfrytëzoni këtë energji për të vendosur qëllime pragmatike, duke siguruar zhvillimin tuaj të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit. Qëndroni të qëndrueshëm dhe të fokusuar. Peshorja. Janari 2026 shpaloset me energji harmonike, duke ftuar ekuilibrin dhe paqen në jetën tuaj. Fillimi i vitit inkurajon nxitjen e lidhjeve dhe kultivimin e marrëdhënieve ekzistuese, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Ndikimi i Venusit nxjerr në pas sharmin tuaj natyror, duke ju bërë një magnet për ndërveprime pozitive dhe sipërmarrje bashkëpunuese. Megjithatë, ndërsa lindi mundësi emocionuese, mos harroni të mbani një ekuilibër të shëndetshëm midis punës dhe kohës së lirë për të shmangur lodhjen. Në mes të muajit, aftësitë negociuese dalin në pa, duke ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve ose sigurimin e rezultateve të favorshme në projekte. Marrëdhëniet romantike mund të përjetojnë një vrull të ri, ndërsa ju dhe partneri juaj eksploroni dimensione të reja të lidhjes suaj. Për peshoret beqare, ngjarjet shoqërore tërheqëse mund të hapin rrugën për marrëdhënie kuptimplote. Financiarisht, është një periudhë e mirë për planifikimin e investimeve, por sigurohuni që vendimet të jenë të informuara mirë dhe të mos nxitura nga emocionet. Drejt fundit të muajit, hëna e plot hedh dritë mbi aspirata dhe qëllimet personale. Vlerësojini këto me qartësi për të hartuar strategji për vitin që vjen. Ruani ekuilibrin në të gjitha ndjekjet. Akrepi. Janari 2026 është një muaj transformimi dhe fokus intensiv për ju. Planetët rreshtohen për të thelluar udhëtimin tuaj introspektiv, duke ju inkurajuar të përballeni me dëshirat dhe frikërat e fshehura. Kjo është një kohë e fuqishme për vetëzbulim dhe shërim, duke hapur rrugën për rritje personale. Profesionalisht, shtysa dhe vendosmëria juaj janë të pakrahasueshme, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të ndjekur qëllime ambicioze në mënyrë aktive. Rreth mesit të muajit, ndikimi i Mërkurit rrit aftësitë tuaja bindëse, ideale për negociata ose për forcimin e angazhimeve afatgjata. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i ndershëm dhe i hapur, me përparime të mundshme në mirëkuptim dhe lidhje. Nëse jeni beqar, mund të tërhiqni dikë që nxit pasione dhe kuriozitetin tuaj intelektual. Financiarisht, qëndroni vigjilent në lidhje me shpenzimet dhe merrni në konsiderat eksplorimin e rrugëve të reja për rritjen e investimeve. Fundi i muajit sheh energjinë e hënës së plot që ndriçon rrugën tuaj, duke zbuluar njohuri kyçe që udhëheqin përpjekjet e ardhshme. Përqafojini këto zbulime me zemër të hapur, pasi ato përputhen me qëllimet tuaja transformuese për vitin 2026. Shigjetari. Janari 2026 premton të jetë një kohë emocionuese për ju, plot zbulime dhe aventura.
Ndërsa fillon viti i ri, fryma juaj aventureske inkurajohet nga kozmosi, duke ju nxitur të eksploroni territore të reja si mendërisht ashtu edhe fizikisht. Janari ofron mundësi të shkëlqyera për udhëtime ose përvoja mësimore që zgjerojnë horizontin tuaj. Profesionalisht, idet tuaja vizionare fitojnë teren, të mbështetura nga ndikimi i gjerë i Jupiterit. Në mes të muajit, përqafoni punën në grup dhe projektet bashkëpunuese, pasi ato mund të çojnë në përparime të papritura. Në jetën tuaj personale, marrëdhëniet lulëzojnë në ngrohtësinë e Venusit, qoftë duke thelluar lidhjet ekzistuese apo duke eksploruar mundësi të reja romantike. Për ata që janë beqar, një takim i rastësishëm mund të çojë në diçka më të qëndrueshme. Financiarisht, është një periudhë e favorshme për të rishikuar strategjitë e investimit dhe për të vendosur qëllime afatgjata. Ndërsa muaji po mbaron, hëna e plot hedh dritë mbi arritjet personale, duke inkurajuar reflektimin dhe rikalibrimin ndërsa planifikoni për muajt e ngjeshur që vijnë. Qëndroni optimist dhe të hapur ndaj të gjitha mundësive. Britsjapi. Janari 2026 shënon fillimin e një viti transformues për ju, ndërsa yjet rreshtohen në favorin tuaj. Fillimi i muajit është një kohë ideale për të vendosur qëllime ambicioze, pasi vendosmëria dhe natyra juaj praktike amplifikohen nga ndikime të forta kozmike. Me praninë e Plutonit, lindin ndryshime të thella dhe mundësi të papritura në karrierën tuaj, duke nxitur një rivlerësim të rrugës suaj profesionale. Në mes të muajit, Mërkuri përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke lehtësuar diskutime dhe negociata produktive. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga kjo qartësi, me një mundësi për të forcuar lidhjet me të dashurit përmes bisedave kuptimplote. Nëse jeni beqar, ndërveprimet shoqërore mund të çojnë në takime që frymëzojnë dhe emocionojnë. Financiarisht, zelli është qelësi. Rivlerësoni buxhetin tuaj dhe përqendrohuni në stabilitetin financiar afatgjat. Ndërsa hëna arrin plotësinë e saj, ndriçoni plane dhe aspiratat, duke ofruar një moment të përsosur për reflektim dhe planifikim të ardhshëm. Përdoreni këtë qartësi për të shfrytëzuar energjinë e vitit 2026 në përputhje me ambiciet tuaja personale dhe profesionale për sukses të qëndrueshëm. Ujori. Janari 2026 është një muaj inovacioni dhe ripërtëritjeje, me kozmosin që ju inkurajon të çliroheni nga kufizimet konvencionale. Rreshtimi planetar ofron mbështetje për të përqafuar individualitetin tuaj dhe për të ndjekur rrugë të pazakonta. Ndërsa viti i ri po vjen, ndikimi i Uranit nxit kreativitetin, duke e bërë atë një kohë produktive për projekte eksperimentale ose ide pioniere. Profesionalisht, jeni të hapur ndaj bashkëpunimit dhe punës në grup, të cilat mund të çojnë në përparime të papritura. Rreth mesit të muajit, energjia e Venusit nxjerr në pa miqësitë dhe ndërveprimet shoqërore, duke forcuar rrjetin tuaj dhe duke nxitur lidhje të rëndësishme. Nga ana romantike, eksploroni dinamika të reja me komunikim të hapur dhe empati. Ujorët beqar mund të gjejnë tërheqje në takime unike dhe interesante. Financiarisht, periudha sugjeron një qasje të kujdesshme. Përqendrohuni në minimizimin e rreziqeve dhe eksplorimin e investimeve të qëndrueshme. Ndërsa muaji përparon, hëna e plot sjell njohuri mbi rritjen personale, duke ju inkurajuar të rishikoni dhe përsosni aspiratat tuaja. Përqafoni ndryshimin dhe inovacionin si një rrugë për të arritur objektivat tuaja në vitin 2026. Peshqit. Janari 2026 ofron një ndryshim të butë drejt vetanalizës dhe rritjes emocionale ndërsa viti fillon. Ndikimi i Neptunit rrit aftësitë tuaja intuitive, duke ju lejuar të lundroni pa probleme në emocione dhe lidhje komplekse. Në fillim të muajit, përqendrohuni në vendosjen e qëllimeve që përputhen me dëshirat tuaja personale dhe nevojat shpirtërore. Sa i përket karrierës, kreativiteti është aseti juaj më i madh, duke e bërë këtë një kohë ideale për të filluar projekte ose për të rafinuar planet ekzistuese. Mesi i muajit sjell një mundësi për bashkëpunim, të mbështetur nga energjia e Mërkurit që lehtëson komunikimin e qartë dhe vizionet e përbashkëta. Në marrëdhënie, Venusi ofron një prekje ushqyese. Forconi lidhjet ekzistuese përmes empatisë dhe mirëkuptimit, ndërsa peshqit beqar mund të tërheqin partner të dhëmshur dhe të vetëdijshëm emocionalisht. Financiarisht, synoni ekuilibrin duke rivlerësuar shpenzimet dhe duke krijuar një strategji të qëndrueshme financiare. Ndërsa janari po mbaron, hëna e plot nxjerr në pas zbulimet emocionale dhe njohuritë shpirtërore, duke hapur rrugën për rritje personale. Besojini instinkteve tuaja dhe ndiqni rrymat që përputhen me qëllimin tuaj më të lartë këtë vit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.
Për ju një laik nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.